Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më ndiqni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat tradicionale korçare që ne e duam kaq shumë. Në familjen time preferohet shumë dhe kjo është një nga mënyrat se si e përgatis unë. Do doja shumë të mësoja edhe mënyrën tuaj, kështu që qëndroni me mua të fillojmë pa humbur kohë. Në një enë kam shtuar 3 vezë, 350 ml qumësht, një lugë çaji krip dhe masën do ta përziem shumë mirë. Pasi është gati, do shtojmë mielin, e mira është që ta shtojmë në këtë sitën, rreth 300 gram kam shtuar unë, në mënyrë që të mos formohen kokriza. Siç e shihni, mielli ka pak kokriza, ndaj është më mirë që ta përdorni. Do vazhdojmë ta përziem shumë mirë, pasi masa nuk duhet të ketë asnjë kokrizja, kështu si po tregohet në video. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masën e kemi gati në një tigan që nuk ngjit, e lyejmë her pas here me vaj dhe do t'i pjekim një e nga një derisa të mbarojë masa. I lëm me një anë dhe në një tjetër enë do përziem 150 gram djath të bardhë, 200 gram kos, hudhër sigurisht, dhe do ta përziem masën shumë mirë. Ndërkohë, pasi i kemi gati, do tresim edhe 100 gram gjalp. Do ta lyem tavën me gjalp, do t'i shtrojmë një nga një, duke shtuar gjalpin e tretur, masën që përgatitëm me kos, djath dhe hudhër, dhe do vazhdojmë kështu me të gjitha pitat që ne poqëm. Dhe petën e fundit do të shtojmë gjalp shumë mirë në të gjithë sipërfaqen. Unë zakonisht nuk vendos djath në sipërfaqe, por këtë radhë vendosa, pasi ndonjëherë ndodh që digjet. Dhe e kam pjekur në 220 gradë për 20 minuta derisa të jetë gati. Nëse dëshironi, mund të edhe ta prisni para pjekjes. Unë zakonisht petullat e fshira i pjek pasi piqen. Dhe shikoni pak o zot çfarë arome që kanë, nuk di se çfarë them, janë vërtet shumë të mira. Po ju si i përgatisni pres mënyrën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua shumë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit.